Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, e cila për rreth 60 minuta është fokusuar në diskutime të shprehjes së ligjshmërisë së institucionit të prefektit të Vlorës për disa projekt vendime të mbledhjes së kaluar. Pas leximit nga kryetaria e Këshillit Bashkiak Elpiniqi Mërkuri të projekt vendimeve që nuk e kanë kaluar notën e ligjshmërisë, si vend bazime detare dhe shoqëria Vlora Invest, fjalën e kanë marrë këshilltarët e opozitës Gjergj Nika dhe Atir Hoxha. Ju kam kërkuar mbledhje të kryesisë përpara se të bëjë mbledhje kryesisë për rendin e ditës. Ja u kam kërkuar 10 ditë përpara duke pasur të gjithë dokumentacionin nga ana e prefekturës për të diskutuar shprehjen nga ana e prefektes. E lam që do të diskutonim në mbledhjen kur kemi diskutuar për mbledhjen e radhës dhe u kam thënë në mbledhjen e radhës kemi pasur debat në mbledhjen e kryesisë dhe u kam thënë siç i keni kthyer për Vlora Investin prefektes, janë dhe 3 projekt vendime të tjera që duhet t'ia kthenin pasi nuk e kanë marrë ligjshmërinë. Mënyra e shprehurit prefektes, akti karakterit individual për këto projekt vendime nuk gjenden në asnjë ligj. Dhe pjesa më e keqe dhe më arrogante është kur prefektja vazhdon shkeljen kur e kupton që ka shkelje. Prefektja duhet shprehet o e ligjshme o e paligjshme. Në relacionin që prefektura u ka prur për Vlora Investin u thot, rikaloni Vlora Investin në këshill. Ju si këshill bashkiak, juve po e ktheni prefekturës për të shplehur ligjshmëri. Prefektura është shprehur. Akti karakterit individual, jemi ne që vendosim. Bashkë me pjesën e Vlora Investit ne duhet i kthenim edhe projekt vendimin numër 22, edhe projekt vendimin me numër 23, edhe projekt vendimin me numër 24, edhe projekt vendimin me numër 25 për sa i përket pjesës së baseneve ose pjesës së porteve. Unë nuk e kuptoj si mund të jetë i paligjshëm vendbazimi vetëm për portin e Vlorë dhe portin e Triportin, dhe si është vënë në dieni Këshilli Bashkiak prefekti kur nuk di, si është vendosur në dieni Bashkia Vlorë dhe prefekti dhe nuk di gjë Këshilli Bashkiak, i cili vin këtu dhe ngre kartonin, miraton projekt vendimin të cilit i është propozuar. Pra unë mendoj që relacioni i ardhur nga prefekti i Qarkut Vlorë sa i përket këtij projekt vendimi dhe këtu insistoj, do duhet me do e mos të ishin marrë masat. Nuk e kuptoj pse nuk janë marrë masat në një administratë e cila ka 1600 punonjës dhe harxhon gati 50% të buxhetit të bashkisë vetëm për rroga dhe tamtame të administratës dhe nuk arrika dot që nga dita që shprehur ligjshmëria e prefektit që janë disa ditë, mos gaboj janë 10 ditë në të cilat ju keni pas korrespondencën dhe të arrit të korrigjoj këtë projekt vendim. Njëherët kreu i këshilltarëve demokrat Hoxha ka kërkuar zvoglimin e çështjeve të rendit të ditës në mbledhjet e Këshillit Bashkiak për t'i trajtuar ato me më shumë kujdes dhe seriozitet. Ju vini duke shkelur përsëri në 65 të rregullores, në cilin thuhet shprehmisht nuk mund të jenë më shumë se sa 10 projekt vendime. Sot kemi 14, në të njëjtën kohë keni paraqitur edhe një projekt vendim tjetër, doni t'i bëni 15. Por unë nuk e kuptoj ç'a i nxiton këta zotrind ose çfarë i bën këta që të bëjnë që Këshilli Bashkiak, domethënë, të zhvlerësohet në këtë farë feje. Por jemi njerëz ne këtu, votojmë, kemi përgjegjësi edhe juridike, edhe morale, edhe politike. Unë nuk e kuptoj të thuhet dhe të stërthuhet që jeni në shkelje të rregullores, të neni 65 në cilin thuhet artimi dhe miratimi i rendit të ditës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Pika 2. Numri i projekt vendimeve të përfshira në rendin e ditës në çdo mbledhje të mos jetë më shumë se 10. Ndërkohë që për projekt vendime që përfshin buxhetin, paketën fiskale, dhënie me koncesion, partneritet publik-privat, analizët e ekzekutivit, të cilat sot ne i kemi analizët e ekzekutivit, nuk duhet të jenë më shumë se sa 5. Edhe kreu i këshilltarëve socialistë Ervis Moçka kërkoi rishikimin e rregullores së Këshillit Bashkiak. Pas miratimit të rendit të ditës është kaluar në votimin e emrit të ri të sekretares së Këshillit Bashkiak, Launela Dautaj, emri propozuar nga kreu i Këshillit Mërkuri, ndërsa opozita kërkoi votim të fshehtë. Me 26 vota pro, 1 kundër, Launela Dautaj prej sot është sekretaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, e cila vjen në këtë post pas dorëheqjes së ish sekretarit të Këshillit Bashkiak Daut Zëraj.